Të dashur demokrate e demokrat, qytetare dhe qytetar të qarkut të Lezhës dhe të Lezhës, të nderuar deputet, drejtues të Partisë Demokratike, drejtues qeverisë vendore, në mirëditë, miq të dashur. Një përshëndetje të përzemërt për të gjithë ju këtu dhe një mirënjohje të pakufishme për ju dhe për të gjithë qytetarët e qarkut të Lezhës për mbështetjen e jashtëzakonshme që i kanë dhënë Partisë Demokratike. Mirënjohja jonë është e pakufishme. Nderimi ynë është më i madh se kur për ju. Të dashur miq, ne sot mblidhemi në një datë 35 vjetorin e themelimit të Partisë Demokratike, ndaj dhe unë duhet përulem me nderimin më të madh para atyre djemve dhe vajzave, burrave dhe grave të këtij rrethi, të këtij qyteti që 35 vite më parë në kushte terrori të vërtet komunist me guxim, vendosmëri, themeluan këtu në Lezhë Partinë Demokratike të Shqipërisë, themeluan pluralizmin politik, ndanë epokat, përmbysën sistemin më njerëzor që shqiptarët kishin provuar në tërë historinë e tyre, sistemin komunist dhe çelën dyert e lirisë, demokracisë në këtë qark dhe në mbar Shqipëri. Nderimi më i madh për ta. Ne sot festojmë apo nderojmë këtë 35 vjetor, natyrisht me ndjenjën më të lartë të përgjegjësisë për detyrimet që kemi. Kjo analizë e këtyre 35 viteve, secilit prej nesh, çdo demokrati dhe demokratje duhet të shërbej para zgjithash si një përgjegjësi, si një barë e re për misionin e madh, misionin e ri që kemi. Në vitet 90, ne njerëz që në tërësi nuk kishim asnjë dieni se çfarë është rendi demokratik, por që lirin e kishim aspirat të brendshme shpirtërore, po jo diçka të përjetuar, sistemin dhe vlerat e demokracisë e kishim tërësisht të panjohur, ne me guxim përmbysëm rendin dhe ndërtuam sistemin e idealeve dhe aspiratave tona. Shqipërinë e lirë, qytetarëve të lirë dhe dinjitoz, lirisë së besimit, lirisë së fjalës, lirisë së pronës, iniciativës lirë, Shqipërisë së hapur ndaj miqve dhe e rrjedhshtuar në anën e drejtë të historisë, Shqipërisë së vokacionit perëndimor, integrimit të saj në institucionet euroatlantike. Pra, njerëz të cilët pas një lloj praktike siç ishim ne, realizuam gjëra shumë të mëdha. Justifikuam plotësisht atë përpjekje të madhe që u bën nga shqiptarët dhe si Parti Demokratike. Me programin ton,
krijuam ekonominë e tregut, me programin ton, krijuam institucionet e demokracisë. Siç është e pashmangshme, ne bëm dhe gabimet tona, dolem në opozit, në mënyrë të merituar. Nuk ka diskutim se tolerimi skemave piramidale nga qeverisja e Partisë Demokratike ishte gabimi më i madh i saj. Por ai gabim nuk ishte i qëllimshëm. Ai gabim vinte nga mosdia. Dhe dorëzuam pushtetin, menduan se u bëm copë pik, menduan se do na shunin nga harta e dheut, dhe vërteta është, ju kujtohet ju, kur nisën protestat e para, si sot e majmend, 30 vetë mblidhishin aty para derës Selis. Dhe diku më tutje ishte Pjetër Arnori, ndjeri i pavdekshmi, në grevurie në makinën e vetë. Por, ne vazhduam të mbrojmë vlerat dhe parimet që besojmë. Ne pasi njohem gabimin ton, bëm zgjidhjen më të drejtë ligjore, u dham përgjigje problemeve të krijuara në mënyrën më të drejtë, më të ndershme. Nuk pranuam që me ndërgjegje të kryemin veprime amorale, të mirrin paratë atyre që s'kishin vendos asnjë qindark në skemat piramidale dhe t'ja ujpin atyre që kishin humbur. Jo, ne ndoqëm standarde morale pavarësisht nga çmimi që mund paguonim. Dhe përsëri, shqiptarët e vlerësuan këtë. Shqiptarët pan tek ne një forcë politike me moral, një forcë politike që e lëshoi karrigën, doli në gjyqin publik, mori përgjegjësitë, por mbeti e ndershme në moralin e saj, nuk mashtroi qytetarët. Mos harroni, rivali im u tha qytetarëve, do t'u rikthej çdo qindark. U thash, asnjë qindark nuk mund të kthej, sepse një borxh që nuk është marrë, nuk mund të njihet kurrë. Qeveria e juaj atë borxh nuk e kishte marrë. Kjo ishte e vërteta. Dhe në krye të 4 viteve, shqiptarët votuan në shumicë Partinë Demokratike. E votuan pavarësisht nga gabimi që ai kishte bërë, por e votuan për parimësinë që ajo tregoi, për guximin që ajo tregoi. Ajo u ngrit si Feniksi nga hiri dhe fitoi zgjedhjet parlamentare të vitit 2001, të cilat e din shqiptarët të gjithë se si u grabiten me fenomenet e dushkut e tjerë e tjerë. Përsëri, ne qëndruam, e gjunjëzuam pushtetin, mbrojtëm votën, ushtruam, ja u them unë ju, në mbrojtësit në të sigurt, në të vendosur të votës së shqiptarëve. Nuk ka ndodhur kurrë që ata të cilët vëzhguan zgjedhjet të shkruajnë në raportin e tyre se ne e ndryshuam raportin pasi opozita solli prova të pakundërshtueshme.
raporti ndryshoi, zgjedhjet u damkosen. Faktikisht, qeverisë asaj kohe ne i hoqëm legjimitetin. Dhe ashtu që jemi ne Parti Demokratike e vlerave, e përcaktuar në rrugën tonë për realizimin e qëllimeve mjetët demokratike, ne vazhduam betejë dhe fituam në mënyrë plebiscitare në vitin 2005. Vite të qeverisjes të cilat sollen ndryshime që Shqipëria nuk i ka patur kurrë. Sollen ndryshime thelbësore. Shqipëria nga honët e mjerimit dhe të varfërisë që ishte, ndoshta edhe shekuj në grupin e vendeve me të ardhurat më të ulta, unë gjitë në grupin e vendeve me të ardhurat mesme të larta. Shqiptarët, për herë të parë në historinë e tyre, ishin njerëzit më të paguar në rroga dhe pensione në rajon. U transformua infrastruktura, u antarësua vendin në NATO, arsimi mori një vrull tjetër, një pamje krejt tjetër. Shqipëria ecte me hapat sigurta drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe ne vitin 2013 humbëm zgjedhjet, pranuam rotacionin, dolem në opozit, duke treguar një besnikri të palkundur ndaj demokracisë dhe vlerave të saj. Miq, po të hymë të numërojmë, arritjet e të shkuarës janë të shumta, por unë duhet të them ju se në qoftë se do kishte një emër tjetër, kjo parti, emri i saj do të ishte e pamposhtur. Në qoftë se demokratët do të kishin një emër të dytë të pamposhtur, asgjë s'ta mposhtin e. Asgjë s'e mposhti këtë parti. Ja u thash dhe njëherë, mendon se e fshin nga harta politike, jo, përkundrazi. U ngritëm si Feniksi nga hiri. Në këto vite, ju demokratët, të gjithë demokratët, kaluan kalvarin më të pamerituar, po dhe provën më të madhe të dignitetit tyre, provën më të madhe të guximit tyre. Si që është, ndonjëherë e pashmangshme të vinë disa gjëra. Një kalpsire brendshme e kapi Partinë Demokratike. Një kryetar që ju dhatë besimin, ditën ishte me ju, natën me Edi Ramën ndante parat dhe pazaret. Punon të kundra jush. Punon të kundër idealeve tuja, interesave tuja. Sepse i tillë ishte Edi Rama në radhë parë, po edhe ajus mund ta s'kam justifikim. Njerit armik i pluralizmit, bastard, pasar si një xhelati, që firmoste varjen litar, nga një anë hiqej si intelektual, skulptor, nga në tjetër ule dhe firmoste në presidium varjen e poetve, varjen e qytetarëve të thjesht, krejtësisht pa fajshëm, vetëm si kundërshtar politik. Ky armik i egër,
i pluralizmit, gjeti dobësit dhe faktikisht po përpiqej ta rënonte nga brenda Partinë Demokratike. Unë e kam thënë dhe tjetër kundë dhe e them sot këtu. Vendimi më i rëndësishëm i jetës suaj dhe më i vështirë ishte vendimi për të mbështetur në vjeshtën e vitit 2021 Sali Berishën. Ishte vendimi për të dalë nga fasad opozita në opozit të vërtet. Por kësaj here, betej nuk e kishit vetëm me qeverinë shqiptare dhe misionarët e saj në Partitë Demokratike. Beteja ju ishte globale. Ishte me kreun e mafjes botërore që ishte George Sorosi. Ky Karl Marx i post-marxizmit, armik i egër i Partisë Demokratike dhe vlerave demokratike. Por, edhe njëherë, ju provu të pamposhtur me zgjidhjen që bët. Ju zgjodh idealet tuaja, ju zgjodh dignitetin tuaj, ju zgjodh interesin kombëtar, ju zgjodh vokacionin perëndimor, ju zgjodh sovranitetin e vendit. Në kushte kërcënimesh, në kushte mjegullaje shumë të madhe. Zgjodhet pluralizmin që themeluat, shpëtimin e tij. Dhe atë kalvar, atë izolim, besuan se na varrosen 7 pashë në tokë me izolimin. Po ja ku jemi sot. 7 rezoluta në mbështetjet tonë, sepse qëndruam. Nga buron kjo forcë e jona njerëz të thjeshtë. Shumica juaj, njerëz me privacione reale, ekonomike dhe tjera. Nga buron kjo forcë? Kjo forcë buron tek misioni që ne besojmë, tek misioni që ne kemi marrë. Buron tek kauzat që mbrojmë. Kauza e lirisë, kauza e pluralizmit, kauza e dignitetit njerëzor, kauza e interesit kombëtar, kauza e vokacionit perëndimor, janë kauzat më të drejta të individit, të Shqipërisë dhe të kombit shqiptar. Ne i mbrojtëm ato në çdo rrethan. Ditën që u themeluam, kemi deklaruar, mos harroni kurrë, se ylli ynë polar është çështja kombëtare, se ylli ynë polar është interesi kombëtar. Miq, pra edhe njëherë na izoluan. Po pse na izoluan? Sepse mbronin interesat e qytetarëve shqiptar nga një organizatë kriminale që i vidhte ata nga mëngjesi gjerëndark. Po pse na izoluan? Sepse mbronim interesin kombëtar nga një tradhtar që me mburje deklaronte se unë merrem vesh shumë mirë me kryeministrin serbomall të Beogradit se sa me kryeministrin e Kosovës. Pse na izoluan? Sepse ne donim të ishim njerëz me dignitet, të mirënim vetë vendimet. Nuk mund pranonim
opozitë shërptore e qeverisë. Dhe menduan se me izolimin ton do të na shunin. Por gabuan ramë. Ja u them unë ju, sot ne festojmë të 35 vjetor më të fuqishëm se kur në ekzistencën tonë. Po. Sot ne festojmë të 35 vjetor më të gatshëm se kur. Më të gatshëm se kur për triumfin ton, më të sigurt se kur në këtë triumf. Ne edhe në kushtet më të vështira mbrojtëm parimet që besojmë. Dhe arritëm t'i faktojmë botës se Edi Rama është një armik i egër i votës së lirë. Se Edi Rama, ai kloni me atletet bardha që kalon nga një samit të një tjetër, është hajduti më i madh i Shqipërisë dhe Europës. Se Edi Rama është me bandit, se në çdo bandit i bandave të Shqipërisë. Ne i mbrojtëm këto teza, se ishin të vërteta, edhe kur kthenin kokën anash, edhe kur turfullonin kur ja u thenim, e vazhdojnë. Koha fakton sot qëndrimin ton të drejtë. Një propagandë të mërshme, e pa imagjinueshme kundra jush, për të mashtru ju çdo ditë, për të fshehur ju çdo ditë vërtetat, për të glorifikuar të keqen çdo ditë para jush dhe bashkëqytetarëve tuaj, për të vërsuar mendjen dhe vërbuar syt. E paguar e gjitha me parat tuaja, me kafshatën tuaj e kafshatës tuaj. Kjo ishte, po prap kthehemi edhe një herë të pamposhtur. Të pamposhtur. Ne nga tetori 2024-s gjerë në 5 dhjetor 7 rezoluta ndërkombëtare të firmosura nga të gjitha partitë e qendrës djathtë dhe djathta në botë në mbështetje të kauzës Partisë Demokratike në Shqipërisë. Si askund tjetër, sa ato që mbrojtëm ne ishin të drejta, nuk ishin vetëm për ne, po ishin për njerëz të lirë kudo në botë. Ishin vlera. Ndaj dhe rikthehemi tani në këtë 35 vjetor. Çfarë është ky 35 vjetor për ne? Ky 35 vjetor është një kushtrim për ne. Është një kushtrim i madh të përmbushim misionin ton. Miq, kemi dalë në fushë betejë. Kemi qartësuar për çdo shqiptar dhe çdo njeri të lirë në Europën në botë, se armiku i vullnetit qytetarëve shqiptar e ka emrin Edi Rama. Se ai nuk ka zero legjitimitet. Se ai ka grabit mandate me të gjitha mënyrat. Se ai qëndron në pushtet si përfaqësues i karteleve më të rrezikshme të drogës në Shqipëri dhe në Europë. Por, një gjë, që një qeverit qëndrojnë pushtet, pa legjitimitet, çdo ditë që ajo qëndron për shkak se opozita nuk i ka dhënë drurin asaj që meriton. Nuk i ka dhënë drurin që meriton. Një pushtet i paligjshëm nuk tolerohet. Një pushtet i paligjshëm rrëzohet dhe vetëm rrëzohet. Sot
presidenti Donald Trump u bëri thirrje iranianëve, pushtoni institucionet tuaja. Sepse xhelatët e Teheranit vrarë mbi 2000 protestues paqësor në rrugë të qyteteve të tyre. Si që në puna tek ne. Ne përsëri jemi parti, besojmë në votën e lirë, në pushtetin me votën e lirë dhe në rrugë paqësore. Ne nuk i drejtohemi dhunës, dhe u them unë ju këtu, ta keni shumë të qartë, se se i cili për jush këtu, dhe çdo demokrat është i aftë të bëjzap 100 hajdut të këtij pushteti kudo që janë. Po, hajduti ka vetëm një ligj, vëdha ika, u fsheha, kështu janë këta, jam mbathin si mit, po, jam mbathin si mit. Pra ne, nuk kam, mos harroni kur, nuk ka kriminal në të rrezikshëm, nuk ka hajdut më të madh, as kërkun, as tek Toplint, as tek Çel dhe në asnjë klan tjetër, se sa Edi Rama në qeveri, se sa Taulan Balla në kryet grupit parlamentar, se sa Lubin Balluku, e tjerë. Jo, s'ka të krahasuar. Asim, do t'i shohim gjëra si që janë. Çfarë bën tani? Ne i përmbushëm detyrimet tona. Mbrojtëm votën, por dhe këta, ditë e natë, i denoncuam për çdo vjedhje, për çdo akt dhe çdo gjë. Dhe ato përfaktohen. Tani na del fytyra e vërtetë e Edi Ramës dhe thot që unë nuk njoh vendimet. Thot që unë do të përdor imunitetin për të mbrojtur Lubin, për të mbrojtur lindat e tij, lindën e Akshit dhe lindën e Surrelit. Thot se ju, o demokrat, o shqiptar, ju kanë vjedhur, do t'ju vjedh, dhe ju s'keni ç'bëni. Ja, këtu po i them nga Lezhë. Në mënyrë absolute, po bllokove drejtësinë, fatin e babait tënd shpirtëror Enver Hoxhës do të kesh. Po që se beson, se pasi na i ke lanë të smurt në spitale pa ilaçe, fëmijët në shkolla pa ngrohje duke i vjedhur, rrogat dhe pensionet në të ultat rajon, pasi ke ndërtuar parajsën tënde me paratë e qytetarëve kafshat e tyre, dhe ja kap me dokumenta për të gjitha këto, mendon se do përdorësh imunitetin, gjë i vrimin e miut. Ja ku po ta them, se kur nuk do ta pranojmë. Dhe njëherë, ne, majni mend, mos ta harrojmë asnjëherë, kemi fituar në të gjitha rastet, kur kemi dalë në shesh, ja vdekje ja liri. Kemi fituar në vitet 90 me këtë moto. Kemi fituar në vitet 98, 99, po me këtë moto. Na vran. Po ne u hodhëm me moton, ja vdekje ja liri. Dhe kur ne themi këtë s'ka forcë të botë që na mposhtë ne. Ndaj dhe ky është misioni. Ky është misioni që na thret çdo demokrati e demokrat, çdo shqiptari dhe shqiptare. Po te i kalohet çdo lloj kufiri, çdo lloj limiti,
Miq, a ju bënte batërdin me votat, makineria të mërshme e neveritshme mediave vërsule i fitoj zgjedhjet. Njeriu që bënte farzë dhe nuk bënte zgjedhje, i fiton zgjedhjet ky. Tani, njeriu që vjedh me qindra milion dhe miljarda, jo thot, se nuk janë dokumenta ato, do t'i tregoj popullit dokumentat. Prandaj i them këtu, mos bloko drejtësinë. E drejtësia është e tëra në kontroll tyre. Ne, si të dini, po përsëri, ka një gjë miq, që kur është kriju shteti 5.000 vite përpara, ai pushtet është lënë që të gjykoj këta që qeverisin. Dhe po të mos jetë aty, atëherë dalim në një rend parashtetror. Dalim në një rend mira vjet përpara. Por me mendësinë e tij, ky beson se do mund të shpëtojë për t'ia bërë të qartë dhe njëherë. Ke zero legitimitet. Bëj lobi me shko ku duhesh e bëj ç'të duhesh. Në këtë tokë s'ke legitimitet. Ke vjedh zgjedhjet, ke vjedh qindra milionë se miljarda para qytetarëve shqiptar. Nuk ka pas kjo tokë hajdut si ti. Me veten, me familjen, me rrethin, me të gjithë me radhë. Ndaj dhe, miq, ta mbyll dhe njerë, ne jemi të pamposhtur. Ne kemi faktuar. Ne e kemi faktuar. E kemi faktuar që jemi të pamposhtur. Dhe të ja faktojmë shqiptarve në mënyrën më të vendosur. Vendi kërkon qeveri legjitime. Vendi kërkon qeveri të dalë nga vota e lirë. Ja, ky është dallimi i madh i yni. Vendi kërkon qytetarë shqiptarë të votojnë të lirë, të zgjedhin ata që duan. Forcë në botë që ta pengojë ne në këtë mision nuk ka. Rrofshi ju, rrof Lezhë, rrof Shqipëria.